Mëngjesin e sotëm policia e Kosovës bllokoi qasjen drejt stacionit hekurudhor në Zveçan ku me pas vendosi flamurin e Kosovës dhe një tabel me mbishkrimin infrastruktura hekurudhore e Kosovës. Në të njëjtën kohë anëtarët e Infrakosit morën kontrollin e stacionit hekurudhor në Leposavić, Leshak dhe Ibarska Slatin ku vendosën tabelat e reja. Ministri i Punëve të Brendshme në mandatin teknik Xhelal Sveqlla tha se ligji dhe rendi duhet të jetë i pranishëm kudo, ndërsa ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se Infrakos do të marrë kontrollin e stacioneve. Ministria Artane Rizvanolli deklaroi se kompanitë publike në Kosovë marrin kontrollin e pronës në të gjitha komunat përfshirë edhe ato në veri të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me rastin e marrjes së kontrollit të stacioneve hekurudhor në Zveçan, Leposavić nga institucionet e Prishtinës së serbët në Kosovë i presin shumë të lashe, por se shteti i Serbisë do të ndihmojë ata duke theksuar se nuk beson në reagimin e Bashkisë Ndërkombëtare, e cila nëse do të donte sinqerisht do të kishte detyruar Prishtinën të formonte asociacionin e komunave me shumicë serbe deri tani. Serbët në Kosovë dhe me tohi presin shumë të lashe si edhe pas zgjedhje. Kjo është arsyeja pse ne po kërkojmë dhe po mundohem të ndihmojmë sa më shumë ata në këto kushte që nuk janë shumë, por zgjidhja nuk është të largohemi nga vatra, tha Vučić në fund të vizitës së tij në Kinë. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se sulmet e fundit ndaj institucioneve dhe objekteve serbe të hekurudhave Serbisë tregojnë frikën e Albin Kurtit nga rezultatet e zgjedhjeve dhe uniteti i popullit serb i cili ndihet në të gjitha komunitetet serbe në Kosovë. Me rastin e hyrjes së autoriteteve të Prishtinës në objektet e hekurudhave të Serbisë në Zveçan, Leposavić, Leshak dhe Ibarska Slatin, Petković tha se sulmi panik i Kurtit ndaj objekteve serbe tregon pse të gjithë serbët nga Kosova duhet të mbështesin listën serbe dhe më të fuqishme të qëndrojnë në një flamur. Fushata zgjedhore filloi sot dhe lista serbe mbajti konventin e saj të parë para zgjedhore herët pasdite në Zveçan. Protesta për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar vazhdon edhe sot në gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore në territorin e komunës së Graçanicës para qendrës klinike spitalore të Prishtinës. Me selinë e Graçanicës, qendrës shëndetësore punëtorët u mblodhen në orën 9 të mëngjesit në mbështetjen e drejtorëve të tyre të arrestuar Bratislav Lazić dhe Mirjana Dimitrijević. Ndër të arrestuar janë drejtori i shkollës fillore Braća Aksić në Lipjan, drejtori i shkollës fillore Miladin Mitić në Lapnasel, drejtori i shkollës elektroteknike në Sushic, drejtori i shkollës së mesme të inxhinierisë mekanike në Preoc dhe drejtori i qendrës shëndetësore të Gushtericës së poshtme. Në kishën e Shën Ilis në Cërnicë u mbajt një shërbim përkujtimor për viktimat e pafajshme të atij fshati në periudhën nga viti 1999 deri në vitin 2003. Prifti vendas Dragan Kojić mbajti shërbimin përkujtimor në pranitë e pjesëtarëve të familjeve të viktimave në periudhën nga viti 1999 deri në vitin 2003. 7 banorë të Cërnicës u vranë përfshirë Miloš Petrovićin, i cili ishte vetëm 4 vjeç. Në atë periudhë pothuajse 40 persona u plagosën, 10 shtëpi u dëmtuan dhe kisha Shën Ilis u minua gjithashtu. Deri me tani askush nuk është mbajtur përgjegjës për këto krime të kryera. Politologu Aleksandar Shluka vlerësoi se kostet e zgjedhjeve të reja dhe ndihma financiare për grupe të ndryshme qytetare përfaqëson një goditje të madhe për ekonominë e Kosovës, sepse këto shpenzime nuk ishin planifikuar në buxhet. Ai shtoi se forma të ngjashme ndihme kanë ekzistuar edhe më parë dhe se ato përfaqësojnë keqpërdorim të fondeve publike. Ish diplomati Sy Lukshini beson se opozita, nëse dëshiron zgjedhje të drejta dhe demokratike, duhet të kërkojnë një qeveri teknike të bazuar në modelin Maqedonas në mënyrë që të parandalojë
dorimin e burimeve publike dhe buxhetin për qëllime parazgjedhore. Studiuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vojinović thotë se premtimet ekonomike janë thelbësore për votuesit në Kosovë për shkak të situatës së keqe ekonomike, por ai vlerëson se shumë prej tyre nuk kanë baza të vërteta. Ai beson se stimujt për 100 eurosh janë një përpjekje për të blerë votat. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i freskët në lugina dhe rrafshina me mjegull gjatë ditës do të majë moti i diell dhe relativisht i ngrohtë do të fyrë erë lehtë mesatare nga veri perëndimi. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.